Territori i Kosovës për datën 29 prill do të karakterizohet nga mot pjesërisht i vranët, me intervale me diell gjatë paradites dhe mundësi për rreshje të lehta lokale në pasdite, veçanërisht në zonat kodrinore. Temperatura minimale do të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryje lehtë nga drejtimi verilindor, me shpejtësi 4 deri në 9 metër për sekond dhe në lugina her pas here deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 8 deri në 19 gradë Celsius. Podujev, 8 deri në 18 gradë. Skënderaj, 8 deri në 17 gradë Celsius. Pej, 9 deri në 19 gradë. Prishtinë, 8 deri në 20 gradë Celsius. Gjakov, 9 deri në 19 gradë. Malishev, 9 deri në 18 gradë. Gjilan, 8 deri në 19 gradë. Ferizaj, 8 deri në 19 gradë Celsius. Kaçanik, 9 deri në 18 gradë Celsius. Suharek, 9 deri në 18 gradë. Prizren, 9 deri në 19 gradë Celsius.